i takojmë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe salamat ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhulues, jemi në ligjatën e radhës të ciklit të ligjatave para xumas, ku jemi duke folur në këtë cikël rreth këshillave nga urtakat e këtij umeti. Normalisht urtakat e këtij umeti të parë për tyre pas pejgamberëve janë sahabët radhiyallahu anhum ajma'in, që për lirësinë e tyre në zemër, për besimin e tyre të pastër ka dëshmuar ai cili është bishtat ka qenë Allahu Azza wa Jall. Jemi në këshillat e një sahabiu të veçantë të pejgamberit alayhi salatu wassalam, një njeri që ka pas mundësi me pas luksin më të madh të dunjas, por interesant, gjithë ato pare, gjithë ato pasuni që ka pas mundësi me tubu, nuk i ka bo atij do thotë përshtypje që t'i shijoj bukuritë e kësaj bote. Thjesht u mjaftu me një kafshë goje alayhi salam, u mjaftu që më kalu ditën me pas çka më hongër dhe çka më pi, dhe çdo cent, çdo parë që i ka tepru e ka dhënë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. E ky njeri kur të këshilloje, duhet me ditë se këshillat e këtij njeri janë të veçanta, edhe janë margaritar i çmuar, se fundja fundit ai ka plasu këto këshilla nga zemra e madhe e tij, dhe ai nuk e ka bërë mend që ka marrë koha mas 1460 vjetëve në Zhunic, në komunën e Preshevës, ka marrë një hoxh i ri dhe ka marrë fjalën e tij, edhe ka me komentu dhe ka me shkoqim mësimet e porosit. Andaj parimi islam dhe kuranor është wa qulu lin-nasi husna, njerëzve foluni fjalë të mira. Fjala e mirë nuk kushton me parë, mirë po ka vlerë, edhe të pesh, dhe normalisht shpërblimet i merr nesër për Allahut Azza wa Jall. Këshilla e radhës e këtij sahabiu të pejgamberit Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu na e kuptu që një njeri insani i suksesshëm, njeri insani parimuar, duhet me qenë vetë kritik, se kur je vetë kritik e përmison vetën, kur merresh me gjunat e tua e përmison vetën, kur i kujton tmetat e tua nuk mirësh me tmetat e njerëzve. Për të arsye kjo këshill e këtij sahabiu është këshill shumë e çmuar. Është këshill e ardhe me vend. Dhe normalisht nuk është këshill e zakonshme dhe thjesht që vetëm duhet të lexohet për kthejë gjushime dhe pastaj të kryej kjo meselë. Thot ky sahabi nderuam, ahibba al-islam wa ahlihi, duajeni islamin edhe antarët e islamit, duni muslimanët. Wa ahibba al-fuqara, duni të ngratit fukarat. Wa ahibba al-ghariba min kulli qalbi, duna një nevojë me thërësin e madhe zemrës. Wa dukhulu fi ghumumi dunya wa akhrij minha bis-sabr, hynë sprovat e dunjas apo në dunja dhe dil prej saj i suksesshëm dhe faqebar përmes sabrit. Wa la ta'manna li rajulin an yakuna ala khairin fayarji'u ila sharr fayamut bi sharrin, kur mos u magjeps me një njeri që është të bo mirë, mos e hap zemrën me të shumë, edhe mos e thuj që ti e gjën e të li, nga se ka mundësi në ato momente është të bo mirë, po nesër quhet i gjumit edhe bon keq, edhe vëzëm vdekja duke qenë njëri keq. Wala tay'as min rajulin yakuna ala sharrin fayarji'u ila khayr fayamut bi khayr. Edhe kundër të aksoj kur mos i hup shpresa të një njeri i cili është të bo sot keq, se ka mundësi nesër kur quhet i gjumit e bën të mirë, edhe zën vdekja duke bo mirë. وَلِيَرُدَّنَّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْرِفُ بِنَفْسِكَ, thot, let jetë pengesë për tyje që mos më marrë me njerëzit, mos me folë kesh për njerëzit, vetja jote gabimet edhe të meta tua. Kjo është fjala e këtij sahabiu të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po mundona që fjalë për fjalë ta lexojmë edhe
të nxjerrim mësime dhe porosi jetësore, të cilat mësime me lejnë Allahut kanë me na bënë neve më të vetëdijshëm, kanë me na bënë neve me dije që marrja me njerëzit, me tmetet e njerëzve, e hu bereqetin e kohës, e hu bereqetin e jetës, ti hub sevapët. Se që shka anë transmetime, kanë qenë dy popuj, dy fshatra ngat. Njoni ka qenë namazlin, i ka bojë ta të Zotit, fshati tjetër ka qenë haramgji. Pa e mendoni, Allah e ka shkatru këtë fshat që kanë qenë namazli për para haramgjive. Nuk është mundit me thonë pse kështu. A ka thonë Zoti alkoholi haram, kjo haram, ka se kanë bu këto. Kanë thonë në moja, Allah e ka shkatru të pare këtë popull, që kanë bojë ibadet për shkak se ju në marë non-stop me atë popullin tjetër, me atë katunin tjetër. Tu shku në gjami, kanë folë para popullin, këta kështu, këta ashtu. Kanë hinë gjami me zë bo dhikër, ata ashtu, këta ashtu. Mas gjamiës me zë shku të shpia me bo dhikër apet, këta ashtu, këta ashtu. Dhe të ju në marë me të metët e njerëzve, edhe gjinohat e njerëzve dhe tu marë me të halkit, me njerëzit, të vetët të tyre, Allah e ka shfaros punë të mirë që i ka bo dhe i ka denu. Se Zotin nuk të ka shu ty advokat do, as gjukatës. Ti nuk je gjukatës me shushit njerëzit, ajo të mira e në qirë. Nuk je gjukatës që mi akuzu njerëzit edhe më morë me njerëzit. Ti e robi Zotin, ti eshtë. Kjo në me adhuru Zotin edhe kaqë, mujsh me përmesu diker me adhuru një sevap, një këshilë të mirë, një regull është, mos mujsh qyre vetën tonë. Qyrit vetën e tuha gabimet e tuha. Thërë ty, sahabi, e hibbe l'islame, wa ehlehu, dune islamin edhe idhtarët e islamit. Çka ka dosh me thonë me këto? Na përveç se jena musliman, na ka nderu Zoti me qenë musliman, duhet me abu vetës një pyetje. A jam unë të e dasht islamin? Andina në krenar punën teme, ku do që jam në Evropë, këtu pare, Balkan, andina unë e krenar që jam musliman? Kur preket islami dhe një lozët, a prekne edhe une? Pastaj, kur vjen mundësia me kontribu për islam, a kontriboj une, se kontributi për feja dhe do që të jeton islamin. A dini sa njerëz kam bo sharë, edhe bojnë sharë duke thonë rrejshëm që une e du islamin. Islami nuk është me pretendim, me fjallë, me gojë. është me gojë, ama është edhe me punë, me vepër, me zemër. Por të arsye, nuk mjafton me thonë unë e du islamin edhe me nejtë dur kryç. Nuk mjafton me thonë që unë e pëmroj islamin ati e du i bu keq islamin, shërë. Dhe na këto e kena hasë vazhdimisht një sturim islamet. Që nga vdekja pejgamberi ka nërë njerëz që në emër të islamit ka bo shërë, ka vra njerëz, ka ndërë gjak, padricisht. Çka kanë thonë, kër i kena thonë, moni se zvonë kështu? Na jena musliman, pudoj me mbrojt islamin dhe musliman. Ma jo qështu. Kur dushti me mbrojt islamin, vete islamin që shduhet me mbrojt islamin, jo ti që shdushti. E dyta, unë jam musliman edhe boj qka gëmë, ja, gabim është. A ka është unë nuk izolona, unë jam i vedishëm, po, je i vedishëm, ama për shdo fjallë, për shdo pun ki më më vari. Edhe njerëzit nuk thojnë e ka bo hoxha, apo haqia, apo filani, po thojnë musliman për bojnë to. Kush pja shef shërën? Islami. Pi kaj pi vjen kishar, pi je pi hupit hujve, jo Allah pi neve pi shkonë. Mos u bon ti sebeb me shoh njerëzit fejnë tonë dhe islamin me shoh. Para më ndoni, pejgamberi asërën ka rënë hall Mekë, 360 puta midis qafës. Edhe, kur ka arë fillim islami, dukush për sahabive i ka thonë, ja Rasulullah, t'ja hekmi qafën putave, t'ja hekmi, ta qenë zota, ta gurë. Edhe dukush për sahabive ka marrë guximin me isha, me i ofendu putat e njerëve që i ka adhuru. Allahu Azza ka shu Gjibril Eminin edhe ka zbit një atë pranon. Shka ka thonë? وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Thot Allah, mos i shani putat. Ata që po i adhurojnë njerëzit në emër të Zotit apo vend Zotit, mos i shani haptazi. Mos i shani se ata ta shojnë diçka që është më e madhe se puti. Kush është ai? Ta shojnë Zotin pa dije, me ignorancë. Ta shojnë fenë. Pse pe provokon? Mos i kallëzu që është gabim. Ma ku kushta e vlluk se ku mos i ditë me shoh, me ofendu, me prish, me shkatru. Ka dalë. Islami ka rregulla që duhet me prish një
Islami ka rregulla kur duhet me prish, çfarë gjëje, çfarë situate. Islami nuk është me emocione, për një natë hajt për shpërthej. Islami do gradualitet, do mençuri. Shqyqyr që Zotis në kalon neve në dorë këtë se moti e këshme fshira soti. Mas për dhe vazhallartë, ta në tjerë. Se jemi të shku ka kiameti, edhe zorë është me gjithë hoqët hajrit, zorë është me gjithë gjemot hajrit, zorë është me gjithë haqit hajrit. Qështu është ku ava gjemot, që kjo realiteti, edhe une hi këtë kupollë. Me marë një sitë për para sitën, kër e kanë sitë milin, kër e kanë sitë zallin, kër e kanë pru bagjerin me zall, u dok shumë, ama kër e kanë sitë ka dalë një kulis ka dalë. Pse ka dalë kulisë se pedu një të pastër? Qështu edhe neve me janë njësë me na shushit pak jemi. Pejgamberi ka pas që këtë derdë vallaj për neve, pasha Zotin e madhe ka pas që këtë derdë. Ka thonë pja boj gallën, o ju shok të mi. Ati me vlasnive të mi që kanë arë mas juve, pse? Kanë mu konë shumë me numër musliman, po kanë mu konë si shku ma detit. Një herë e fushishme, atë shkum gjigante kam jafshira sotit e kam e rrugë. Qështu që këtë ku jemi të e përjetuna? Plot ka musliman, mashallah, veç për shlo dhomën. Ama me nëzirë kualitet, me nëzirë hajrë, me nëzirë benefitet mira pak. Pasha Zotin e malë, 800 vjetë ka qenë islamin në Kordoba, në Spajnë, Malaga, Ciudad Murcia e vendet tjera në Spajnë, pa luft, pa kun një fariqë. Pse? Vepse trektarët kanë bua trektin Spajnë. Këtë njerëzit spanjollë kanë rrë shardet. Se këta pare po, ama zina s'pu bojnë zina. Ata ku ka rrë ku bojnë. Pare po, ka marë s'pu lujnë. Pare po, alkohol s'pu pinë. Këta kanë mundësin më konë haram gjitë ndaj. Ku shpindalë ta më botë këshë, i ndalë tuta për Zotin. Pare po, muzin më na shtypë, s'po na shtypën. Pare po, muzin më botë dredin trekti, s'po bojnë dredi. Edhe një prej parive, ta shajkuar në Kordoba, s'ka qenë musliman, e ka vetë një trektar arab. I ka thonë, a bon me të vetë shka. Thotë, që 2 vjetë të bashkëroj me ty biznes. Thotë, ishme njerës muta me gjithë u rejtë, ku. Thotë, ishme njerës pash, që të do vendet flishtë e kena këtu në Spajnë. Më shku më kënash, më shfry. Që të pare e ki, që veç më punë shpi, a i normalti. A i tha, edhe unë e di si ti më kënash. Edhe unë e ka nërë, shetani më thotë që e ki mundësin, se ki asë mundë të asë mëra. I bon edhe këtë e shtë amash në Arabi. Edhe të pëse s'pi bon? O, thotë e, më ka ndërru Zotin me një këtë pastër, e s'pëdu me një losë. A kini po kër e ble njëri një tishtë barë, ma izë barë, pasha Zotin ha buk, rri pa hungur buk, veç më sa probleme ma njësën. E ka pru dukush një gulash, një pasull të mirë, tha ja valla bëma një kifle se ma një premë se sonë të më vesh një për stërpikina. Ku me dalë në mision. Tha qështu Zotin ka ndërru me këtë vetë bukur të barë, s'pëdu me një losë me kësisen e pista. Tha që ka kjo fe? Tha të shfe islam, dhe thot pache, nënshtërim, respekt. Apo në burë të edhe unë e thot bona që se unë e jëmë kërka jo. Ma mëret, të ndëra shahadet. Edhe ka shku të fisi vetë, Allah e lemë sa njerëz i ka pas në bykëshyrje, i ka thonë në njerëz, e ku më taku një arab, thot ish një feje që dyshme, që 2 vjetë bashkënojnë biznis me to, se ku pa të rajtë të vjellë, të shku më punë pista, thot edhe shumë modest bre, thot hajde anë atë bolë musliman. Komplet Kordoba, e atërshme para të 780 dhe ketë musliman. Me dur në gjeba, ki trektari su konë as hoqë, as ka pas fakultet, as ka pas magistraturë. Po kush e ka bu njeri? E ka bu njeri se ka hinë islam tuto kompleto. Ka hinë islam pa kushte, pa kompromise. Unë jo musliman, qka tha feja unë amin thonë, pi kaq. Për të asyja Allah për ka përshku njerë sinqert. Musliman ideal qka ka thonë, wa qalu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Allahu akbar. Njerëz e Zotit, musliman haki ka thonë, o Allah, na e dëgjum fejnë tonde, i dëgjum argumentet, wa ata'na, kena më nështru plotësisht, ghufranaka rabbana, veç amoni o Zot falna me se apetin e kusurin. Allah falna, se të ti ka marrë dakika kena më të të të. Dhe thotë punja fundit, vetë kime më ngari, vetë kime më pengi, vepër zë fjallës tonë, ama ti mu së bonë, sebeb njerëzit me ta shafejnë. A dini, sa zithronë e Gjermani do me panu islamin, thotë që ki asë, që ki më bua, a i ty be Zotin arrët. Ja, mirë. E për kështë lesë gjithë pa bollët, fa muslimani ki, edhe bua sebeb njerëzit me kesh fejnë Allah të azë o gjelë. Ama kime më ngari, pse i po sebeb.
Andaj të him në islam pa kushte, të him në islam pa shybe. Ja ju alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. O ju që keni besuar Allahun, hyni në islam kompletisht, do të komplet. Wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Mos i pasoni hapat e shejtanit, innahu lakum aduwwun mubin. Sa është armik i përbëtimit. Pse tha Zoti mos më pasu hapat e shejtanit? Para mendoni ka pas raste. Një dhe i thon njonjit, kesh me një mevlut ka thon. Ata i thonë zhunice, i thash po m'vjen mirë që po të shoh, po vjen mirë për diçka më shumë se po të shoh. Pse tha hoç? Thash shkove në gurbet, nejtë një vjet, edhe qashtu u ktheve, pa vath, pa i prej flokët, si sharlatan, pa vesh majiz, zhenski tip, pa bosën e palidhe dhe qashtu që i shkova, thash erdhe, thash ma knaqë që zemët. Njerëzit sot, ku shkojnë në diasporë në gurbet, nuk është për kosisht, nuk është e do për gjithmonë, ka qenë namazli, ka qenë buri mirë, u vesh që ka njerit, tu dasht me hinë tripat ative, qka unë s'me kalzoj vete që e musliman, pe ufshena, ele me namaz me krejt. Edhe buhet që ku ta shifsh gërdidjen me këshirë. Mëra, kebe tja i që i falë me mund gjmo ajo, a ke tja i që i në që u bashkë shefira ajo, qka u bu mëre? Ja, ves, këto s'po mujt me kalzoj që e musliman. Po shko pazari, nashtë e marin të dësëm, ja vala bonja hizmetin, se ty bet ka marrë të dësëm. Po një fundit ka arë argumenti fetar që kjo fe ka me hi, në për të dherë. Është do vend ku ka frimarje, insan edhe gjin, kjo fe ka me hi me një rezultat. Pa ty ose me ty, me mu ose pa mu. Veç na kena me ukon se beblet, me marrë hise të mirë, apo me marrë hise të keqe. Andaj duje islamin, mirë po me dash islamin, qysh mëson islamin me dash. Nuk është qysh dush ti me dash fejnë, ja. Nuk është qysh dush ti me kon musliman. Unë e valla po thom shahadet fale, ajo ama çka do bëj, ja s'ka kështu. Islami do ka ligje. Islami ka sisteme. Po qef, mi s'po qef shkose. Edhe pa ty islami, edhe pa mu valla. E dyta tha, wa uhibba al-islama wa ahlihi. Duje islamin, edhe duj antarët e islamit, duj muslimanët. Pejgamberi sallallahu të ndrua xhamat. Kur erë momenti me lënë Mekë, momenti i dhimbshëm, momenti i sikletshëm, unë nis Medinë me durr në xhepa, me disa shokët vet. Kur ardhëm Medinë, i boni konak e Buajube i Ansari. Edhe Allahu e mësoi pejgamberin 2 sene me në Medinë. E para është me marrë xhami. Edhe e dyta është me vllaznu musliman. Puna me kelit me Medinalit. Mos më thonë kjo është japanxhi, kjo është muhaxhir, kjo është i huji. Ti ka me qitë kanon, ti ka me qëto, këto me hek, këto rebe. Pse pejgamberi i tha Zotin e mbaroj e xhamin? Se vendi më i sigurt për mi të bu njerëzit në vend hajrit o xhamia. Në kafa i mladh o s'ka ti hajrit. I mladh ku dush, ama vendi më i bekum to për xhamia. I ka dhazu pejgamberi, puna parë që kime bu me dina është me marrë në xhamia. Nesja na të ndihmojmë. Xhamia ka riskin e vet, veç nisja të melin. E qonë Zotin i biznismen, e qonë Zotin i diken që boseve me marrë xhamin. Edhe kjo është mësim për vllazën tonë në diasporë. Shti kanë fillu mu vedisua dhe alhamdulillah. Neve në kanë marrë islamin aqe ma shumë. Para më ndoni, 2013 kërë më shku sefë në Zvizë Ramazan, isha alasu dhe në Medine, ka pas vend, kanton, 378 familje muslimane. Edhe s'kan një vend ku me falë gjumaras në mund. Tu me shku 30 km, 40 më falë. Unë e 200 Zvizër, 100 km si o ku zhoheq, se kej drejt e kia dhe shkon. Mirë po, me pas 380 familje, mi thonë veti musliman, qof shqiptar Kosovës, qof Maqedonisë, qof Shqipërisë, qof Luginës, një mos me pas një vend, me bo kjo është absurde. Edhe unë e unë bo sebeb, me një kanton Valisë, kantonin Briglis, nuk më shkua që ju më falë 8 vetë. Edhe ku më falë të shpia filanit, pithom atë vetë. Qka kiti? Fa unë e me vlavin aga oqë, e kemi imobile, vllazni jena, kena pasuni shumë. Ju shkeni të marë, valla unë e kom një barnatore temën, elhamdulillah punmi. E ti shkeni të bo? Dhe shko burra. Unë se kom njëtë marë të, se unë e që kom e nejtë. Unë e vivesh Ramazanat e shpia rausë, ama ju pa gjamiz mund me nejtë. Kështu nuk falet të ravija 6 veta në epizori, zore viron po, ma gjithë të pare e kini. Edhe më s'pukon gjenë një gjami. 6 veta për dhe i në kon iftarë. Unë e tha, o është 50.000. Unë e 50.000, 30.000 frankë, polin edhe i kam premtu. 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 30.000 frankë, polin edhe
Dita e 7 e Ramazanit e kanë marrë një vend pranë 150 metra katror. Ditën e 14 të Ramazanit e kemi nisë me falë taravitave. Unë është në mamë zhunic, ama xhamia është të funksionua që. është plot xhamat, është kolegi jemi që imam. Bënu qenë si hajri. Jo mos thuj valla unë se kom synimin këtu më ne çka dojnë bëjmë më japin 3-4 me pranë. Na zvarojnë xhami, na falën. Po jap sa për një muj është tim ja bëj gani këtë më. Ja. Zvonën më shme kështu interesin material njerëzve. Allahu akbar. Po mundohu më bos edhe banon mi der çel, një pikë të hajrit. Andaj duhet Islamin dhe i thartë e tij. Çka ka dosh me thonë i thartë e tij? Mi dash musliman pa përjashtim. Vllavin që ekipi none, pi babë, pi farafisi, pi xhakit, është normale me dash. Po me dash atë qetin e që në Bangladesh, me i thonë haxh, si ja e mirë, s'di me folë si ti, ama veç du për Allah. Haxhit e tonë hinë gjuna shumë. Jo ketë ama disa. Vjen koha me shku në xhamin e pejgamberit, afrohet haxhia, e prish safin ku shkon me haxhi. Falon namazin e shvarere për vjen la ilaha illallah. Shkon tavaf del knej, se dhe po del knej rreth, mos u mik pisafit, ja se so të këshirit ta shonë, si du hiç. Mora djalve, në qabe e Allah, muslimanën si tjera une, a hiç si ko mara këta Bangladesh, ta hiç si ko mara kines. S'ka kështu. S'ka i kom si ko mara, musliman ki thonë la ilaha illallah, u bitis kjo mesele, në që është dunjas, inna me mu'minune ikhwa, musliman besimtar një vllazër. Pejgamberi i ka hek këto dyshime, këto shqipla. Kur kanë ardhur në Medinë, mas janë marrë xhamin, i mbledhi xhamatin. Edhe u çu pejgamberi apo në rresht. Kënej muhaxhirt me kalit, kënej ansart dhe ndilalit. Hajde thati Sa'd ibn Rabi'a këtu. Pasanik më i madh i Medinës. Abdulrahman ibn Auf, hasa te ka, ki Mekë me kalit, ki me ndilalit. Pisodi tha, ju bëj vllazni në emër të imanit, besimit dhe në emër të Allahut. Zgatë dorën o burse, s'ka dallime mes mua dhe tyje. Thot sa të jemi gjallë, kur s'keme ndi një laf me pimu e me thonë, ti qëti bore para, po ti je muhaxhir, tu ti kjo është frikë, unë e hane do mjën këtu, ti kemi me qitë këto kushte. Ja, s'ka kësi ma vetë. Musliman njëra. A bim dhe në ngras, bim valla. Për interesa, për i nate, kështu më rafë. Pejgamberi ka thonë, këtë mua bez, du mja undimu kur, hiq, okej, ja Rasulullah, po thonë zotë edhe ti u kryo mesele. E dyta, pisodet jena vllazni. Të prekë të kushtyje, armik islamit, unë e mastyri. Ti lënduash, unë dhe në zemra. Ti gëzuash, unë e gëzura me ty, vllaznina. Ani pse kjo arë të muhaxhir kjo arë. Ani pse kjo arë për Mekës Medine. Jemi, kusht ka boj jemi, mi thonë, imani besim. Paroni, pejgamberi ka pas miqë Abu Jahlin. E pa vllai po selurin e. Ata ki gjenem lijo sot baki. Jo baki u pashrybe. Mirë po, pejgamberi s'ka mujt mi thonë miqës du për Allah. Se? Po jo qaferaj. Me një shpi, me një sokak, me një lagje. E ka respektu se ka ofendu, si ka bo zullum, se ka shat, si ka vjell. Ama vje kushe në më ty. Se? Shi Allah muslimani, jemi jama me gjakama, musliman si je. Ka shku, ka a Selman al-Farisiu, pi Farisis, pi Persis ka arë, me deve, me 1000 kilometra. I ka thonë heskot të unësht. Vllatë thonë. Abu Jahli ka thonë, kur u bo ki më mirë se unë ti jemi. Po me gjak jemi. Ama me iman kjo është nga të muat të je larë. Ramos me këtë. Kjo është me të kalzu që kur të bosh vla për Allah, ki me pa bereqetin. Kur bosh vla për interes, ki me pa shirë. Kjo është vetëm një hyrje e kësa thënje të bukur të Abu Dharrit radiallahu anhu. E lu Zotin Amal që Allah të mësoj të adu mistrame që shduhet, të jetojmë si musliman që shduhet, edhe të vdesin si musliman. Zotit e mëslimë, alhamdulillah.